ka qenë e lehtë të mbështesim Dardonën si qeveri, sepse përkushtimi i Kadri Rahimajt ka qenë maksimal. Rrugët e qytetit janë rindërtuar, fshatrat janë lidhur me qendrën, uji i pishëm ka mbritur aty ku mungonte prej dekadash. Qeveria qendrore ka ardhur me gjithsej 65 projekte infrastrukturore në një vlerë prej mbi 20 milion euro. Më poshtë se kaq kur nuk do të shkojmë, e do të përpiqemi që të shkojmë vetëse më lartë se kaq në Kadri Rahimaj 2 me qeverinë tonë në mandatin e tretë. Të dielën e 12 tetorit nuk do të numërohen votat prej aty ku kemi ngelur herën e fundit, por sërish prej zeros. Prej fillimit numërohen votat. Prandaj çdo vot është njësoj e vlefshme dhe tejet e rëndësishme. Prej atyre që i bëjnë 18 vjet e kanë ditëlindje ndoshta me 12 tetor, e deri tek ata që i kanë 88, 98, këtu jetojnë shumë në Kamenic njerëzit. Ka dhe asu që i kanë 105 vjeç, si numri jonë, një vetëvendosis. Atëherë, faleminderit shumë, e unë ftoj që të më bashkangjitet në skenë ai i cili është midis jush e i pari në Kamenic, Kadri Rahimaj. Kryeministër, Kamenica edhe ashtu njihet për prodhimin e mjaltit, po njihet edhe për qeverisjen tonë që punojnë si bletët. Me 12 tetor se cili prej nesh jemi në një udhkryq të rëndësishëm. Ose japim krah zhvillimit, ose kthehemi në kohën e harresës dhe stagnimit. Prandaj sot dua të them me zë të plot që të dëgjoj çdo lagje, çdo fshat e çdo zemër. Zhvillimin e investimin nuk e ndalin dot për Kamenicën. Jo pengesa, jo zëra që përpiqen të ndalojnë të mirën, jo propaganda, e as viktimizim e as mashtrim, sepse ne nuk përgjigjemi me fjalë, ne përgjigjemi me punë e me rezultate konkrete. Për 4 vite, 40 milionë euro investime në Kamenicë. Ky është pragu ynë i mandatit tonë të parë, ndërsa pragun tonë të dytë e ka përcaktu numri ynë i fitores, numri 105. Prandaj, kryeministër, të bëhemi gati që të mrim në vlerën investive prej 105 milionë euro për Kamenicën në mandatin tonë të dytë.